Fqinësia ka qenë thjesht veç një nivel i caktuar i raporteve shoqërore. Përndryshe, në kuptimin e funksionimit, shpesh kanë qenë raporte vllaznore, familjare. Si një familje, në mahallat ku kemi jetu, në ndërtesë ku kemi jetu, ka funksionuar gati si familje. Si familje. Kemi do me lujt në mahall, nuk ka qenë më rëndësi pastaj të cila shprihen han buk. Absolutisht. Ka se kemi qenë gati si një. Edhe në shumicën e vendeve në Kosovë ka qenë kështu. Ka se fqinësia medvetë ka qenë e kultivuar në nivele shumë të admirueshme. Për dhe mësat. Sot ka një shkputje, sot mund të jetojnë me vite njerëzit në një ndërtesë nuk njihen. Mund të përshëndetje si kaluat në ashensor dhe kaq. Nëse ka një problem serios, po, nga se i bashkon të lasheja. Po në esens, kaloj nuk njihen. Mund të kesh fëqirën afer, derë më derë, nuk e din sa fëmijë ka. Nuk e din ku punon. Nuk e din për shembull, a ka një problem si mund të më ndihmu. Asaj për ty. Dhe padyshim se kjo gjendje është shqetësuese. Nuk po flas në kuptim të urrëties, armiqësisë, jo që kanë armiqësi, por është bën një lloj stil i jetës së tillë që gjithkush punë të veta. Nuk po themi me përzin punë të huaja, gjithkush e ka privatësinë e vet, gjithkush e ka atë intimitetin e vet të brendshëm familjar, normal. Mirë po, nuk duhet me qenë kjo privatësi kaq hermetikisht e mbyllur, saqë kujshiu që është afër idenë se ka as kushje, as çka punon, as nga jeta jote e as nga jeta e tij. Është një mur i vogël i hollë që ndan familjen nga familja. Shpesh e dëgjon muhabetet e ty në ata dëgjojnë muhabetet tua. Aq afër, po aq larg. Afër në kuptim të afërsisë fizike, një mur i vogël, po aq larg në kuptim të afërsisë fshinësore.